Në Qendrën për Kulturë në Kërçov u bë promovimi I veprës Antologjia e penave të përbashkëta të krijuesve letrar kërçovar me autor Shefik Sadiku. Vepra Antologjia e penave të përbashkëta të krijuesve letrar kërçovar është një përmbledhje krijimesh nga breza të ndryshëm të autorëve kërçovar. Mbi veprën në fjalë folën redaktori Ahmet Morra dhe recenzenti Ilmi Veliu, të cilët vlerësuan lart veprën dhe punën e autorit. Antologjia e penave të gjithë shkrimtarëve të Kërçovës ose rrethinës me Xhefurin. Për të folur për këtë antologji ka shumë çka të folet, por njëherë duhet të jena me njohës zotrin Shefik Sadiku, I cili e mori hapin dhe e kreu këtë punë të vlefshme e cila do të vjeli për gjeneratat në ardhmëri. Ajo është një punë jashtëzakonisht e madhe, ajo është një punë jashtëzakonisht e vlefshme, ajo është një punë që deri sot askush nuk ka mund ta bëjë, dhe ne vazhdimisht unë si historian vazhdimisht e kam përmend dhe kam thënë se edhe poezia është histori, po edhe këngët që I ka kënduar dhe Biazidi janë histori. Po edhe poezit, edhe poetët tonë të nderuar, vazhdimisht me anë të poezive të tyre që na kanë lanë, na kanë informuar dhe na kanë treguar për të kaluarën tonë shqiptare. Ndërsa vetë autori I kësaj vepre, Shefik Sadiku, u shpreh se kjo ishte një ide e kahershme e tij dhe se pas shumë vështirësive më në fund doli në dritë kjo vepër. Këtë dëshirë e kam pasur të ngulitur që herët dhe deri tani. Pra, para 40 vitesh kjo ide më ka lindur që kur ka filluar të krijoj krijimet e mia letrare. Nga atëherë këtë vepër kam pasur në mendje edhe kam vendosur, prej atëherë e erdhi koha që edhe sot të realizohet ky libër I përbashkëtit të gjithë krijuesve letrar apo I kërçovarëve. Besoni se nuk e kam pasur lehtë për të mbledhur të dhënat për ta kryer këtë libër që kam bërë sot. Antologjia e krijuesve letrar në të janë përfshirë të gjithë, përveç atyre që nuk kanë dashur të bëhen pjesë e këtij libri, kurse ne I kemi përfshirë edhe ata që nuk janë më në mesin tonë. Të nderuar të pranishëm, punimet e krijuesve janë hedhur në këtë antologji për të lexuar, por të zhytesh ngadalë në kritarinë e poetit ose të poeteshës, për ta kuptuar thellësinë e tyre, të ndalësh në fjalët për të jetuar brenda saj, kështu bëhet më e mirë poezia kur hyn në brendësi e krijuesit apo krijueses.